Ish sekretari amerikan I shtetit Antony Blinken, për herë të parë pas largimit nga administrata amerikane, ka folur për sanksionet e vendosura ndaj kryedemokratit Sali Berisha dhe familjes së tij. Gjatë një bashkëbisedimi në Harvard Institute of Politics, një aktivist shqiptar, Fatjon Semanjaku, I drejtoi një pyetje Blinkenit lidhur me non-gratën e Berishës dhe qeverisjen sipas tij me stil makiavelist të Edi Ramës për 14 vite dhe vizitës së tij në Shtëpinë e Bardhë. Në përgjigjen e tij, Blinken deklaroi se sa I takon sanksioneve të vendosura ndaj Sali Berishës, nuk ka asnjë ndryshim qëndrimi dhe theksoi se ai është I bindur që këto sanksione të vendosura ndaj kreut demokrat ishin të drejta. Sa I takon pyetjes për qeverisjen e Ramës, Blinken e shmangu atë duke thënë se ai po flet vetëm për Berishën, të cilin e ka trajtuar si rast dhe jo për administratën aktuale. Vitin e kaluar mora një leje mungese nga Harvardi për të kandiduar për parlamentin në vendin tim, pasi vendi im tani për 14 vjet është qeverisur në një stil makiavelian, të përzier me krim masiv dhe korrupsion nga një sundimtar që I ka kthyer zgjedhjet në një fars. Pasi zbulova të gjitha këto lidhje mafioze me qeverinë dhe zgjedhjet, përfundova duke u arrestuar brutalisht nga policia e shtetit në qendër të qytetit. Pyetja ime është, ju keni shfaqur mbështetje për këtë sundimtar në 2 raste. Së pari kur vendosët sanksione ndaj rivalit të tij politik, figurës historike të së djathtës konservatore të Shqipërisë, zotit Berisha, dhe së dyti kur e quajtët publikisht një lider të shquar. Pyes veten, sa I shquar duhet jem unë si lider që të më hapen dyert e zyrës ovale pa problem, në rast se ndodh që unë jam kryeministri I Shqipërisë kur në Shtëpinë e Bardhë është fraksioni I George Sorosit të majtës së sotme shumë të keqe. U shpreh Fatjon Semanjaku. Si u përgjigj Antony Blinken? Ti the që mund të zgjedh pyetjen që dua të përgjigjem. Shiko, së pari jam shumë I vërtet për ato që ti ke vuajtur personalisht. Askush nuk duhet kaloj ato që përshkrove. Por unë qëndroj plotësisht prapa sanksioneve kundër Berishës. Nuk kam asnjë pendim, asnjë dyshim për këtë as pak. Kjo nuk flet për problemet e administratës aktuale, por flet dhe unë do të vazhdoj të flas për problemet për të mos thënë më shumë të zotit Berisha dhe do ta mbështes këtë, u shpreh Blinken.